Një tjetër operacion antidrogë është zhvilluar në qarkun e Shkodrës, ku policia ka goditur 2 rastet e kultivimit të kanabisit. Ky është momenti kur 2 efektiv policie ndalojnë në flagrancë një person, i cili po kujdeset për rashashin. Si rezultat i kontrollave, policia ka njoftuar se në njësinë administrative Shosh, në fshatin Drejaj, shërbimet e Komisariatit Policisë Shkodër konstatuan 768 bimë të dyshuara kanabis sativa, ku ndaluan një person i moshës rreth 50 vjeç. Gjithashtu, gjatë kontrollit u ushtruan në afërsitë e banesës së këtij shtetasi u gjetën dhe u sekuestruan 80 kubik të dyshuar me kanabis sativa. Kontrollat kanë vijuar dhe në njësinë administrative Kelmend, në fshatin Vukël. Shërbimi i Komisariatit të Policisë së Malësisë së Madhe konstatuan 1250 bimë të dyshuar narkotike. Në vijim të veprimeve u arrestua në flagrancë një person, ndërsa ka nisur procedimi në gjendje të lirë për kryeplakun e fshatit Vukël për mos kallëzim krimi. Po në qarkun e Shkodrës vetëm pak javë më parë u konstatuan se në territorin e fshatit Ivanaj u gjetën të kultivuara 306 bimë të dyshuar narkotik kanabis sativa, të cilët u agjesuan nëpërmjet djegjes. Për këtë operacion, në pranga përfunduan 2 ator, ndërkohë pak ditë më parë në Shkodër, dronet e policisë fiksuan një ambient ku kultivoi drogë. Për këtë rast, në akuzë u çuan vëlla e motër, të cilët ishin pronar të bimëve narkotike.